Përshëndetje të dashur miq të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar profesor Pllumpi Linçin. Profesor, përshëndetje. Përshëndetje. Profesor, sot zoti Peliçi ka kyçur USB-n e provave kundër Ballukut në Kasafort. Deputetët nuk do të kenë akses të provat. Si mendoni ju që kuvendi të heqë mandatin e zonjës Balluku kur nuk ka akses të provat? Mirë mbrëma të dashur shqiptar kudo që ndodheni. Përsëri e sonte po flas shqiptarëve të mi kudo që ndodhen nëpër botë, sidomos shqiptarëve të mi që janë në Amerikë, që është dreka, mbasdite. Të dashur shqiptar, siç keni pritur gjithmonë arrestimet janë gati në përfundim të gjithëve. Pra në Spaku, siç e thash para 2 ditëve, i dërgovi Kuvendit të Shqipërisë, Kuvendit Popullor, që është kryetari i Kuvendit Peliçi, që e shihni dhe vetë fytyrën e tij. Pra të dashur shqiptar, ka dërguar për çështjen e arrestës. Të gjithë po zjejnë se duan fakte, po dosjet dashur shqiptar nuk tregohen. Gjithmonë, kur vete në kuvend, vete vetëm një faqe letër, dhe a letra thot cila është arsyeja që i heqen imunitetin. Dashur shqiptar, nuk ka ndodhur ndonjëherë në histori në botë, blenë Shqipëri që këtu janë Zot na ruaj, që të thonë pse arrestohet zvensk kryeministrja, kur ajo ka vjedhur jo miliona dashur shqiptar, po biliona dollar. Nuk ka vjedhur vetëm në rrugën o në tunelin e Vlorës, dhe të gjithë rrugët kanë harruar njerëzit se është dhe tuneli që është për në Kuks, për në Bulqiz. Janë të gjitha rrugët, janë aeroportet dashur shqiptar, aeroporti Kuksit, është aeroporti i Tiranës dashur shqiptar, që është gropa, por nga kjo është bërë. Të firmat janë të Edi Ramës dhe të zvensk kryeministrës. Kjo është arsye dashur bashkëdhetar shqiptar që e quan urgjent Spaku për të hequr imunitetin. Po unë po them dashur shqiptar, ka ardhur koha. Ajo, duan o s'duan ata hajdutët që janë 140 deputet, të 140 deputet kanë vila, kanë hotele, që u kanë vjedhur ju. Ata duan, s'duan, çdo gjë është vendosur dashur shqiptar, ajo do arrestohet, pavarësisht se ka tentuar të iki në përmale, në Serbi, po kudo që të vej, të gjithë këta nuk i pranon kush azil politik, sepse këta në hajdut. Azil politik ishte në kohën e komunizmit dashur shqiptar. Sot, Shqipëria është duke vjedhur e duke vrarë shqiptarët. Në përburgje arrestojnë njerëzit për një cigare. Arrestojnë për të hapur një pus. Vjen në parlament me njërë thot arrest. Kurse për Ballukun, ajo gjykata, ajo i briti gjitha këto, gjykata e kushtetutës, ne mund të shohim një foto të kushtetutës, ta 5 veta, sidomos ai Ibrahimaj, ai e di që telefoni ti nuk dëgjohet, çdo gjë dëgjohet. Nuk është puna vetëm telefoni i këtyre dëgjohet, por dhe si flenë në kravat të dashur shqiptar. Sepse kanë vjedhur biliona e jo miliona. Kanë qenë të hiqit dhe kanë vjedhur. Urgjent e dërgovi Spaku, sepse në Spak paguhet nga Amerika. E dërgovi urgjent, ata lenë mos e votojnë po të duan. Po ndesha të diljen edhe nga tema e pyetjes të gazetares, kanë filluar ka 2-3 ditë dashur shqiptar. Disa të cilësuar gazetarë
ishin në Evropë, nuk po a përmend emrat, sidomos sot me çdo televizor, dhe disa që ishin prokuror në kohën e Ramis Ali's, tashi është avokat, ka bërë dhe një parti, dhe fillojnë hedhën baltë për Spakun, që Spaku s'pas ka të drejtë të arestoj zëvendës kryeministrin, sepse të dashur shqiptaru kam thënë nesër do të them më hapur, më në rregull, do të shihni me skica si është puna e Shqipërisë të hajdutëve. Dalën televizor sot dhe bërtasin si ato kërpudhjet mbas shiut dhe e ndihmojnë të quajtur gazetar, jurist, të quajtur jurist që kanë qenë gjyqtar në kohën e komunizmit, në kohën e Ramis Aliut, në Fier, del me të madhe ka dhe një parti, nesër mund t'ja them emrin eksakt, pa ai e di se çfarë po them, doli sot dhe hodhi vrerë për Spakun. Spaku tha, është me ngjyrë të zezë, sepse nuk e erdhë ka mirë, por mirë more avokat, nuk të erdhë ka mirë që arestohet, do arestohesh dhe ti more avokat, që ke bërë një parti, që bret qoshe me qoshe, dhe po i ndihmon, dhe i di e ndihmonje kryetare e Bashkisë të Tiranës, Velin. Ke ndihmuar të gjithë, Ilir Meta. Dhe po i ndihmon se ke hallë, se ke dhe emrin ti aty do të dali. Për vjedhjet që ke bërë dhe bashkëpunimet që ke bërë. Të dashur shqiptar, këtu nuk dohet një që të arrestohet. Këtu gazetarët të veshur me pardesy të bardhë, që çfarë nuk kanë bërë këti kombi. Në kohën e Ramizit, me 90-ën, 91-shin, e 92-shin, ata me pardesy të bardhë, hapër në gazeta. Koha jonë. U mblodhë si gjidet të sigurimit dhe u shpërnda në për televizoret për të bërë propagandë gjoja s'kushanin për den e gjoja s'kushanin për sen të ndarë më dy pjesë, po ishën të njëjtit kallët. Dhe pa pikë turpi sot dalën e thonë pse Spaku dërgon për të hequr imunitet. Ata s'kan imunitet, dashur shqiptar. Para 3 vjetë është hequr imuniteti. Po kur e shojnë ngushtë, thonë kanë imunitet. Por po u them hapur deputetëve, ministra, jo të keni imunitet, po zotin ta kini me vete, ju do vini në burg. Nga vjedhjet që keni bërë, nga krimet që keni bërë këtij popull shqiptar, që është i varfër, nga krimet që keni bërë që keni përzënë rinin për të detit. Ju keni bërë në çdo vend ngritje, aeroporte, keni vjedhur parat 99%. 1% keni harxuar, 99% i keni ndarë parat bashkë. Dhe po dili në për televizoret, sidomos në televizorin Klani, Top Channel, News 24, A2, Syri, televizori i ish kryeministit Meksi, po dilni dhe po flisni kundra Spakut, po flisni kundra Amerikës. Amerika është me 97% të shqiptarëve. Aty në Spak janë FBI. Më nuk mundet të thotë dosje, kërko kanë dosje në këta, që çfarë është bërë. Po në dosje jeni ju që të quajtur deputet, që jeni të emëruar. Ju i në dosjet dhe shumë shpejt do shihni vete në përgjyqje. Pra nuk është vetëm Balluku për të arrestuar, janë të gjithë. Janë të gjithë firmat që ka hequr Edi Rama së bashku me Balluku. Dhe së bashku me atë që ishte zëvendës kryeministri që do të vijë shumë shpejt me atë molto milionerin. Ametaj. Pra nuk kini ku vini. Pa marrësi se kërkoni strehim politik. S'keni strehim politik. Ju jeni hajdut.
Ju jeni hajdut së bashku me ata të Bashkimit të Evropës, me atë parlamentin që është në Bruksel, me ata ignorantët që janë në Evropë, që kanë vjedhur parat e shqiptarëve. Me ish ambasadorët që ishën në Tiranë, që kanë vjedhur parat e shqiptarëve, do vinë dhe do japi llogari këtu, shumë shpejt. Unë u kam thënë të dashur shqiptarë, edhe një grua shtatzane me i fëmijë do të tronditet nga krimet që kanë bërë këta, që do t'i shohni në Skënderbeu, aty do të bëhet gjyqi popullor. Edi Rama, më dëgjoj me kujdes. Ke familje, ke vëlla. Nesër, pavarësisht se është e ente, jepe jo lejnë që do të japësh me një kemë se i qequa, mos e ngatro më vete, shumë fellë. Edi Rama të kam thënë që më përpara, çfarë bëni në kryeministri jo sot, po që kur ka qenë Berisha, që kur ka qenë Majkua, që kur ka qenë Ilir Meta, që kur ka qenë Meksi, ju jeni në kontroll, keni qenë dhe jeni dhe do t'jeni deri në atë minutë sa të vini në burg. Sepse, si që kam thënë më përpara, Amerika është dispozicion të popullit shqiptar, është në favor të shqiptarëve. Ajo ambasada që e shini aty, ajo është në heshtje, sepse punën e kam mbaruar. Vjen disa hynë në për ambasadë, dhe kur dalën thonë, na ka thënë ambasada se ne do t'jemi në qeveri. Ja po, a thot Pilinç, nuk ka as ambasadë bën që t'u bëj ju e në qeveri, ju jeni para vdekjes. Ne kemi bërë qeverin teknike. Dhe ky që po shihni këtu, është kryeministri i qeverisë teknike me shqiptarët e ndershëm, që vinë për ditë këtu. Mbas qeverisë teknike, ne do të bëjmë me president nga ju shqiptarë. Ju do votoni. Paraja shqiptare, që është paraja me vjetër në botë, që kjo Shqipëri ka krijuar botën, por jeshtë tallur 82 vjet, sidomos 35 vjet, me ignorantët që s'ka parë histori e Shqipërisë, me rrugaçërinë, kanë vjedhur miliona dollar, janë jurista, gazetar, me vila. O a thonë, do në arrestojnë ne? Jo do të arrestojnë, po do hiqeni zvarë që keni bërë shqiptarëve e juve. Si këtu edhe në Kosovë. E keni coptuar familjet e Shqipërisë. Sepse jeni bashkëpunëtorët e Sërbit. Si që thash më përpara, para 2 ore, dili në televizor, si jurist, shani gjukatën, më falni, shani spakun, byron kombëtare. Dhe më ditë më të zeza, s'ka të drejtë spaku të dërgoj letër atyre palo deputetëve. Edhe se e dini që Shqipëria është në dorë tuaj, jo. Kryeministria ka rënë me kohë dashur shqiptarë. Po me qenë se shqiptarët i duan t'i arrestojnë në sy, për këtë kemi shkuar shumë avash. Por është në përfundim. Unë va thash, ky që është i spakut kryetari, ky do arrestoj Ballukun edhe mos edhe Edi Ramën. Ka vajtur aty ku s'mban më. Ka vajtur aty edhe mbret ti ishte, nuk do t'ishe kështu. Është bërë parlamenti dhe kryeministria tamam si mbretëror. Bëjnë çfarë të duan, flasën si të duan, e kanë këtë të quajtur kushtetut, gjukate kushtetut, të arri të gjukoj një Genti Ibrahimi, që Genti Ibrahimi dosje ti nuk e mban dot një vagon treni. Qa ditë që ka lindur dhe deri më sot të këta të 5. Që këta janë shkaktarët që spaku e shpuri
për të hequr imunitetin e zëvendës kryeministrës. Po, gazetë. Profesor, FBI dhe EDEA kanë zbarkuar në Tiranë për të mbështetur SPAK-un. Mund të na flisni pak për dosjet e nxehta që ky bashkëpunim SPAK-FBI do të preki? Mund të sqarosh pak më mirë se shqiptarët dhe ku kuptoj çfarë the? FBI dhe EDEA kanë zbarkuar në Tiranë për të mbështetur SPAK-un. Do me thënë FBI-a e Amerikës? FBI-a, po. Ajo, po. Për të mbështetur SPAK-un. Mund të na flisni pak për dosjet e nxehta që ky bashkëpunim SPAK-u dhe FBI-a do të prekin? Do prekin. Të dashur shqiptar, gazetarja thotë se FBI-a amerikane ka mbritur. Gazetare, FBI amerikane ka kohë që çdo ditë vinë. Vinë për të ndihmuar shqiptarët. Vinë për të pastruar llumin që në gazetari, që ne quajtur avokat që janë 10.000, që ne gjyqtar të tipeve të këtyre, që ne prokuror duhen para drejtësisë. Dosjet e nxehta janë hapur, dashur shqiptar, e 20 janarit është gati për të dalë në publik këto ditë. Dosja e kombit, rruga e kombit, janë vjedhur miliona e miliona dollar, është gati për arrestimin e tyre. Dosja e 97-ës, dosja e 21 janarit, si që thash, dosja e naftës që u dha sërbëve, piramida, bomba që u hot dhe gërdec që u vranë fëmijë, vdiqën edhe s'kishin pirë ujë e bukë, pa bukë, zbathur punonin, si slev në tokën e tyre, në vendin e tyre, dhe bosat e tyre, spionët sërbë, grek, anti-shqiptar, shëtisin me makina të zeza, kurse atë të mirit që u vranë, s'kishën bukë në shtëpi. Edhe fshati i tyre u dërmua, u prishën shtëpit nga forca e bombave që ranë. Pra, dosjet e nxehta që i quani ju, janë qindra dosje. Dhe të përfundojnë shumë shpejt. Si që thash, këta kërkojnë në atë të quajtur kuvend popullor, se çfarë ka zëvendës kryeministrja, se çfarë ka në dosje. Që edhe SPAK-u nuk i di, të dashur shqiptar. I ka byroja kombëtare, ditën që shkon në gjyq, po themun, edhe treni tjetë me vagona, a i dosje kanë këta plirat, këta që u kanë vrarë, këta që u kanë vjedhur. Pra, Amerika është këtu, dashur shqiptar. Amerika është në SPAK, Amerika është në byron kombëtare, të quajtur në Shqip FBI-a, po i quajnë byro kombëtare. Amerika është kudo, dashur shqiptar njerëzit, në ministri, në polici, në rrugë, në bulevard, e në çdo shtëpi. Për të shpëtuar kombin e Shqipërisë dhe për ta bërë Shqipërinë me kufi natyror. A ka marrë formë të prerë. As pyetet njeri se ç'thot Evropa. Evropa është gati në gërmin që ka vjedhur paratë e shqiptarëve që kalonin në kufi, në kemp, vinin në Vlorë, në det, me motorskafe, transportonin parat, ata që janë në kryeqytetin e Brukselit. Ata të quajtur, 27 shtete të quajtur deputet, si pune e Grekut që ka quar një ignorant, atje deputet. Pra, gazetare, dosjet janë përfunduar të gjitha, dosjet e Elkati gati për gjyq, për të gjykuar, po dosjet janë shumë, janë që ne gazetarët e televizorët, si që përmenda emrat e televizorëve, nuk e kanë fjalën për gazetarët e terenit, që janë gazetarë të shkëlqyshmë, por s'kan fuqi të flasën. Ju të dashur shqiptare kuptoni fare mirë. Ne jemi shpresa e kombit.
jemi në zyrën në headquarter, do me dhe zyra kryesore e Partisë Shpresa Demokrate. A e keni parë të videojnë nga televizor të dashur shqiptar? Kur del Berisha, 50 gazetar, del Rama, 50, dalët deputetët e tipit Noka Ndoka, e zirë. Po çfarë bin gazetarët që vjen? Vetëm i thonë, fol, por nuk i pyesën që ti më zoti je deputet, o je ministër. Ku i ke gjetur parat që ke veshur atë kostum, atë orë? Ti moj zonjë, e dashur. Ku i ke gjetur atë çantën $10,000? Nga e ke blerë? Por gazetarët vjen si për gjunat që janë pa para, gazetarët që janë teren, nuk i pagojnë dashur shqiptarë. Kurse gazetarët të quajtur e analist janë për televizore, në klani i dalën grupe, marrën nga $20,000. Kanë vila, kanë hotele, kanë makina me xham me zis, kur ata do t'i vrasë njeri, dhe janë plira. A e vret një mizë, kur shkon në kem, a nuk e shefare. Ata tipa janë të dashur shqiptarë. Pra, asnjë gazetar nuk vjen. Nuk vjen, se nuk i len. Ky është qëllimi që këta kanë gazetat e tyre, televizorit e tyre. A i keni pa në gazetat dashur shqiptar? Gazeta Sot, gazeta shqiptare, Koha Jon, qa këto gazetat, tema. Thonë, 3.000 persona do marrën kestin e parë, kestin e dytë që kanë qenë në përburgje. Ka 3-4 vjetë resht, nga 3.000 deli çdo ditë. Llogarit jeni sa mashtrim me bej, sa gjinjishtë. Që si kanë marrë as të intrenuar të parat, as të burgosërit. Po mashtorin për gazetat që kanë tyre. Mos i lexoni dashur shqiptar. Mos i lexoni gazetat e tyre. Mos shikoni në për televizore se e bëjnë propagandë kundra jush, kundra shqiptarëve. A i shikoni që bëjnë në për televizore, tallen me shqiptarët, dhe kur dalin jashtë, pinë vera nga $5,000. Kurse ju s'kini bukë e ujë të pini. Pra gazetare, dosjet, FBI-a ka erdhur për të ndihmuar shqiptarët. Sidomos janë 20 të spakut, në Byro Kombëtare janë shumë njerëz, 20 të spakut që janë shqiptarë, janë prekuror, janë të betuar, si që kam thënë edhe përpara, edhe 4-5 nga spaku do arrestohen për vilat e tyre që kanë qenë të Ministrisë të Brendshme punëtor, janë bërë avokat e jurist e prekuror me diploma falso, si këta që shini këtu. Pra, çdo gjë është në përfundimin e sipërme, çdo gjë është në favor të shqiptarëve, çdo gjë është në favor të emigrantëve që punojnë si slevër në për Evropë, që i uahedhen pasaportat shqiptare, sepse ambasadat janë sekser të shqiptarëve, janë sekser e drogave, janë sekser që po të kërkoshin dokument të kërkojnë $1,000, ose thonë zyra është mbyllur, na e para, nuk janë ambasada, po janë sekser, janë kundra jush të dashur shqiptarë. U erdhi fundi këtyre, është fundi vdekjes të këtyre, fundi përfundon një ere mirë dhe ne jemi gati për të shkuar në zyrat e reja për të shërber kombit shqiptar. Pra, ne qeverin teknike jemi berë, pa marrësi se Berisha e kam ledhur para gjysmore e njerëzit, do bëj demonstrat, a i s'ka për të bërë asgjë, sepse është përfunduar çdo gjë. Të dyja partit janë anti-shqiptare dhe udhëheqësat e atyre të dyja partire janë spionët e serbit dhe të grekut. Pra të dashur shqiptar, rrini të qetë, do t'i shikoni të gjithë të lidhur, do shikoni nga PD-ja që janë qindra për të arrestuar, që s'janë arrestuar asnjë, pse këta gazetarë nuk i pyesën. Kur thot Berisha dhe ata palo deputetët e PD-s, se nuk i pyet, që thonë, nuk arrestohet Ballukut, se
nuk arrestohet Edi Rama. Po pyetja, pse nuk u bëjnë? Po ju nga PD-ja, pse nuk jeni arrestuar? Asnjëri? Ata nuk e din se ky kryetari i QB, ky do t'i verë fshesën. Unë po them të dashur shqiptar, nuk ka burgje. Aq shumë duhet futen në burg. Edhe të gjitha ata, nëse më dëgjojnë familjet e tyre që janë të burgosur, për një cigare, për një dritë, për një se kanë hapur një pustë të pinuj, o kanë vjedhur bukën, se s'kanë bukë të hanë, o kanë vjedhur dritë, o kanë vjedhur një perimet se s'kanë të hanë, ata do t'i lirojmë, do dalen jashtë. Sidomos, burgun e grave të Pogradecit do jetë bosh për të hyrë këta. Po këta nuk do t'i shpjem Pogradec se është kamp, pushimi, është maj kodrës, është liqeni i bukur, po këta do t'i futëm në përburgjet, në përbiruce dhe në për tunelet. Do bëhem burgje për këta që kanë bërë kombit shqiptar. Tashmë që Klaudian Braho, kreu i ri i Spakut, i riu i Spakut, që u zgjodh. A prisni ju një luftë më të fortë të politikës? Unë u tha shqiptarëve përsëri po e përsërit. Kryetari i ri që është bërë, ai e tregoi veten para Kelepes, hapi çantën, nxori gotën, nxori dhe shishen dhe u dha të kuptojme edhe atyre ambasadorëve që ishin të huaj, e sidomos Kelepes, po më tepër publikut, unë nuk kam besim me këtë tjerët, e nuk kam besim të pi ujin të uaj në shishet, dhe nuk kam besim në prokurorët ku jemi 20, po unë do bëj jo fshesën, po ai do pastroj lumin e lumit të 35 vite. Unë s'kam asgjë për thënë, vetëm shqiptarëve duroni këto ditë, dashur shqiptar, shikoni me vëmendje, shikoni dhe i mbani mend mirë këta që dalën këto ditë në televizor, që shajnë Spakun dhe lufdojnë gjykatën e Kushtetutës, se thonë gjykata e Kushtetutës ka thënë për 22 janari dhe duhet të presën mos arrestojnë Ballukun, të mos arrestojnë deputetët. Do presën 22 janarin nga këta bolshevikët që shini këtu. O jo, dhe dosjet e këtyre kanë filluar në lëvizje dhe telefonit e tyre dëgjohen dashur shqiptar. Çdo gjë, çfarë kanë bërë, sepse është në mbrojtje të shqiptarëve. Pra nuk do ngelet njeri të dashur shqiptar, ju do të habiteni e disa bolshevik që më shikojnë edhe thonë na doli një njeri, ky pilin që na ka ardhur nga Amerika dhe kërkon të na mësojë ne. Më dëgjoni me kujdes ju bolshevikët. E ju që jeni parazit që keni punuar për 35 vjetë s'keni zënë gjë me dorë, vetëm jemi shpërndarë në për Evropë, jemi shpërndarë në për Amerikë që do vini shumë shpejt këtu, jeni shpërndarë në për televizorët, jeni shpërndarë në për polici dhe bëni propagandë anti-shqiptare, sepse jeni parazit për 35 vjetë që hani nga gjaku i shqiptarëve. Mbajni mend këtë, ju do jeni shumë shpejt para gjyqit popullor. I kemi emrat edhe mbi emra. Edhe kur shkruani, sidomos një shqiponj që e ben aty, e zez, unë të di kush je ti më zotni. Atë mjekërën e ke rojtur pak, e kishe më shumë më përpara, po e ke rojtur pak, e do vi shumë shpejt në Tiranë, pra do ip një llogari që keni bërë këti kombi ju. Ju jeni hajdutët e hajdutët. Apo jo mojnova. Pra, s'ke ku vete, ti muarëm makinerit në Amerikë, që kishe gjitha to makinerit të rena, të mëdha, të muarëm edhe shtëpin, të arrojtëm edhe mjekën, edhe po bëm politik për lapin, do vish në Tiranë. Provoj si do vish në Tiranë. Aty, para gjyqit do t'jesh
ku jete para ti që bën propagandë ke kaq vjet në Amerikë dhe e mbylle dhe ditën e fundit e ke nesër te internet. Si ti janë të shpërdar edhe këtu në Tiranë, kanë nga një parti, bëjmë propagandën anti-shqiptare, bëjmë propagandën si kur janë ushtarak, si kur e din që Amerika ka mbaruar, avionet e Amerikës bjen poshtë dhe avionet e Kinës janë lartë. Bëjnë deri dje bënin propagandë që ishë në hyrë në rrugët e muslimanëve, bënin propagandë kundra shqiptarëve. Të gjithë do vini në gjyq ju që keni nga një parti dhe nga një person. Që labatisni çdo natë që kërkon ta bëni confuse shqiptarët, bëni propagandë, ishët oficer, jeni oficer, prap nga Amerika, shumë ushtarak që janë, do ishin, do vinë këtu në Shqipëri, do e për llogari. Shumë të quajtur gazetar, analista që janë në Evropë, në Francë, në Gjermani, në Hollandë, në Itali, në Greqi, do vini tip një llogari për pasurit që keni. Pra erdhi koha e fundit, të gjithë ju që po llomatisni këto ditë, të dashur shqiptar, shikoni dhe i mbani mend këto fytyra, që po flasën kundra SPAK-ut, kundra Byros Kombëtare, dalën, janë jurist, avokat, që kanë qenë avokatët e Enver Hoxhës, të Rami Salis, në Fier, në përqytetet, dhe sot dalën dhe mburrin këta që janë arrestuar, dele dhe një avokat nga Fieri, mbroni Lirmetën, që ai ka qenë burg në Itali, të dashur shqiptar. S'është nevoja, nesër i del emri, sa vjet ka qenë burg në Itali, del dhe bërtet që janë për familje Berers, që ai ka qenë familje ti yzmeqar në Fier. Dhe thot sot që unë jam i biri filanit, që s'është e vërtet. Dalën dhe shajnë SPAK-un, janë avokat me diploma falso që kanë qenë në përburgun e Italis për droga. Do t'u dalin nesër emri hapur në publik të dashur shqiptar, që e mbroni Lirmetën, i Lirmeta mund t'jetë i mirë, gjyqi do thot realitetin. Amor i lirë, me këta njerëz unë nga të rove. Me këta njerëz gjoja ke avokat, ta nuk janë avokat, po këta janë marrë me droga deri dje. Pse po e nxjerrën fytyrën dashur shqiptar. Shikoni sonte në për televizor në Klani, Top Channel, News 24, A2, ABC, të gjithë të televizorit dashur shqiptar, ata që janë në krye, moderatorët, janë femra, e disa meshkuj që janë në moshët, ata kanë qenë spionët e Ministrisë të Brendshme dhe spionët e sotshme të Grekëve dhe të Francës, sidomos të Serbëve. Pra u erdhi fundi ju, që flisni dhe shani gjykatën. Do me thënë e kam fjalën, SPAK-u, prokurorët dhe Byron Kombëtare. Nuk keni vrim ku futeni më, nuk keni ku shkoni, e në Serbi të shkoni, ne kemi kontrat këtu do jini. Se për ndryshe, ai shtet që u pranon, do blokohet çdo gjë. Pra unë u kam thënë që përpara, ne kemi qelës, ne kemi qekan, kemi edhe një masht gjatë. Ne u alam litarin lëshuar, qëllimisht ju, për 30 e ca vjet, po ai litari harruat që u shkovi në kem dhe u ka vajtur në Grykët. Të jip një llogari që keni bërë këti kom. Nuk pyeten me as deputetët, as qeveria, as gjë. E njëherë po i them, Edi, ka ardhur fundi. Mos u merr me shëgo veten, shëgo familjen, shëgo vëllan, shëgo fëmijët tënd, se do përfundosh në rrugë shumë të keqe. Ta kam thënë, të njoh mirë, por ke filluar shansh SPAK-un, po shan Byron Kombëtare, ke dal jashtë linjës, pra ke arritur, ke kaluar shumë vjet kuqe. S'ke punë me as me zëvendës kryeministrin, mbroje veten tënde.
Atje ka rritur që ti të mbrosh vetën tënde. Njerin kryesor e dim ku është, më ta sjellë desër, atë djalin e ri, që ai ishte kryesori, që ishte bosi i televizorëve të Shqipërisë dhe i gazetave. Ai ishte kryesori, ai hiqte e hoqi ministrin Eli Brazhit, e hoqi ministrin Nipin e Enver Hoxhës, vitet të tjerët, i hiqte policat dhe po i them dhe drejtorit të policisë të Shqipërisë. I gati për të arrestuar. I gati për të arrestuar. Dhe shumë drejtorë të policisë janë gati minuta minutën për të arrestuar. Të thash, i djali i ri, mos merr se shtot Edi Rama, mos gaboni se çdo gjë do jini para gjyqit. To ditë do arrestojnë shumë drejtora të policisë, sepse e keni lënë policinë rrugëve, pa bukë, pa ujë, pa veshje. Një polic merr $600, ati si dalën për të shpërnë bukë në shtëpi. Ati si dalën për plaçkat që ka veshur, pra ato që i gjitën Gjoja Grada. Ati si dalën për atletet të bleri, që i blen atletet në tregu i përdorur. Janë të grisura. Në atë gjendje ka arritur që veshja që përfaqëson kombi shqiptar Shqiponja janë pa bukë, kurse rrugaçëria, drejtorët e policisë, sidomos jashtë rajoneve të Tiranës e të Shqipërisë, ju do arrestojnë për dëmin që keni bërë dhe për llamatit që bëni për çdo gjë. Sidomos keni lënë një që del për Tiranë, që ka 2 hyje, që ka mbi emrin Dosti, del dhe bërtet lot dynjaj. A ishtë një bolshevik, një anti-shqiptar. E keni lënë që ai duhet të ishte arrestuar para 4-5 ditëve. Drejtorë, më dëgjoj me kujdes. Arrestoje sa më shpejt atë që i ke vënë 2 hyje, atë Dosti. Që po del, e çdo mos vajte i prishte edhe gjërat më të vogla atij llapaj. Ai ka të drejtë të dali, pavarësisht se është i Sorros e i Sorrollovëve, por të vej, të shtyjë të tjerë, ku jemi këtu? Pra drejtor, kikje sa më parë, sidomos ai krye drejtori, është gati për të shkuar në burg, që e bërja të përgatitjen kur ne bën demonstrat me qiri. Nuk do ngelet drejtor të rretheve pa arrestuar. Erdhi fundi juaj për dallaverit që keni bërë këtij kombi. Nuk keni kuvend, nuk u mbrojnë dot këta janë vetë për burg. Sepse do t'i zeri buka e shqiptarëve që hanë. Do t'i zeri uji shqiptarëve. Shqiptarët s'kan ujë të pinë, këta pinë ujë të Evropë. Shqiptari s'ka bukë të haj, këta hanë bukë për Evropë. Shqiptari s'ka një frut të haj, këta hanë frutat më të shtrenjta. Shqiptari s'ka një makinë të dali i biri të kërkoj punë, këta kanë makina me xhame të zi. Të rinjt nuk kanë ku martohen, s'kan hyrje të martohen, janë pa martuar qëllimisht, kurse këta kanë vila me 5 dhoma, me 6 dhoma. Kanë apartamente pa numër në Tiranë. Një deputet, një ministër, një rrugaç. Pra u erdhi fundi ju. Nuk kini ku vini. Litarin e kini mu në gryk. Si që kam thënë, shqiptarët do t'u heqen zvarë, edhe njerë po them shqiptarëve më dëgjoni me vëmendje, a doni t'u bëni gjyq popullor. Qeverinë teknike dhe dashur shqiptarë ne e kemi dhe unë jam kryeministri sot për sot i Shqipërisë. Dhe ne shikojmë çdo gjë dhe e janë këtu. Nëse keni ankime, u vinë më shtëpi, u ngacmoj, u vinë u heqen nga puna, e janë sa më parë kene në raportoni. E janë sa më parë të mini gati certifikatat, do me thënë të silli dokumentat dhe ditën që ne shkojmë në
zyrat e reja, do kini certifikat zho shqiptar. Sepse jeni shqiptar të tokës shqiptare. Nuk do të ketë me që të vinë nga Kosova e të thotë, po, të besh pashaportën dua $5.000. Shqiptarit original i thonë duan 5.000 të të bëjmë. Kurse, Sërbët, Grekët, jonolato me shok, vinë dhe bënë ishte shqiptar. Vinë Indian, Pakistan, Kinez, dhe i bëjnë për të prish Shqipërinë. Po nuk a thash të dashur shqiptar. Ditën që ne shkojmë në zyrat e reja, nuk do ketë këmbë të huaj në tokën e Shqipërisë. Edhe ambasadat që do t'jetë të huaja, do të kemi aq kujdes që nuk do dalen të llamatisën në për rrugë, është ligji ndërkombëtar i Kombeve të Bashkuara të New Yorkut, është ligji do rrinë atje në zyrë, kur ka punë me shtetin, ka punë. Nuk do t'jenë më të dalen në për televizore, të llamatisën, të bëhen si guvernor, të bëhen si kur janë president të Shqipërisë, të dalen në për darka, të vedëhan pa para sepse është ambasador i huaj, hynë mi restoran, a i jep një darkë fri, se ka fri. Mos kini frik dashur shqiptar. Kur u vinë të huaj, nëse çmimi është $10, bëni 30. Sepse është i huaj, bëja nga nati më tepër. Sepse je në tokën tënde, je në tokën e Sërgjyshit, je në tokën e babës tënde. Vjen një i huaj, ambasador të huaj, përveç 2 ambasadave dashur shqiptar. Gjermanët dhe austriakët janë toni. Jemi një gjak, të kini respekt për ato 2. Ne 2 miq kemi në Evropë. Jo sot, po me shekujt e para. Gjermania dhe Austria që janë gjaku jonë. Princ Viti kur ka erdhur tu për të mbrojtur tokën e Shqipërisë, jo për ta marrë. Mos kishëm ata, ne ishëm coptuar, më keq. Edhe baba jonë, nëna jonë, është Amerika. Amerika është këtu, të dashur shqiptar. Ambasada pavarësisht se është në heshtje, por çdo gjë është në rregull. Ne jemi gjallë këtu. Ne kemi qelsi. Pra natën e mirë dashur shqiptar, miru pafshim nesër, e njëherë po o them, mos i dëgjoni mbyllni televizorit e këtyre rrugatshërive, e këtyre anti-shqiptarëve, të këtyre klanit, News 24, A2, të gjithë televizorit, Top Channel, mos i dëgjoni. Sepse këta do mbyllen dhe të hipen juve gradis, do të hipen atyre gazetarëve të rinj që janë në terren. Flisni gazetarë, se ne po urojmë, po shëgojmë. Flisni edhe mos i lini në pyetje e thoni, ku i ke gjetë pucët, ku i ke bler parat, ku i ke gjetë makinë me xhamet zi, dije shisje misra, sot veten e pëdeja, me limozin, me makinë të zezë, $100.000. Ku i gjeti? Këto bëni pyetje ju gazetarë të rinj. Natën e mirë të dashur shqiptar, miru pafshim nesër në orën 6. Do kini shumë të reja nesër, do dëgjoni parlamenti që do bëhet nesër, por shikoni kur të zihen si qend në parlament. Por, po i themi njëherë Peleshit, Pelesh, nesër, nëse ti bën diçka gabim, ti je non grada, që ke bërë Korçës ti, që ke bërë Devolli ti, që ke bërë fshatrave, ne i dim të gjithë. Kur ke qenë kryetari i bashkisë. E çfarë po bën sot? Ke fëmijë, ke vajzë. Dosja tënde është shumë e madhe. Mos e ngarko më dosja. Sot ti je kryetari i Kuvendit Popullor. Nesër ti thuaj, ti heqesh komplet, ke kompetencat, ta mbledhësh urgjent, je në dorën tënde, mos dëgjo as Edi Ramën, mos dëgjo as Berishën, se janë bashkë. Nesër, dhe gjithë pesha do të bjerin mbesjetullat tënde. Mbesjetullat tënde do të bjerin mbi ty. Çdo gabim që të bësh, ti do të paguash. Natë e mirë dashur shqiptar. Miru pafshim nesër. Të falenderoj. Faleminderit. Të dashur miq, shihemi në transmetimin e radhës. Faleminderit.